Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Ëngjit e tu mbrojtës pas kanë qenë rreth teje pavarësisht se ke pasur jo betejë, po situata ekstreme. Imbir ka kaluar deri në momentin e fundit, se po flisnim për ëngjit edhe për këto. Dhe ai e ka bërë dhe dialogun e fundit me atë që do vinte ta merrte. Dhe unë e kam përjetuar. I fiksoi syt në një kënd të dhomës dhe i thoshte ik se nuk vi. Dhe unë tani, sepse nuk ishte as temperaturë, që të kishte diçka alucinante. Dhe pyesja dhe i thosha, me kë po flet? I ktheu syt e zbuti shikimin, pastaj vazhdoi prap dialogun. Dhe unë e kalova për momentin kur ndroi jeti mat, unë i kam qëndruar afër në ditën e fundit, e kam asistuar. Dhe i mat bëri të njëjtin dialog dhe i tha ik se nuk vi. 2 orë para se të ndronte jetë. Dhe aty e kuptova deri në çfarë pike djali im kishte arritur. Pra kishte trokitur ke dera e vdekjes, kishte ardhur ëngjëlli për ta marrë dhe ai e largoi. Pra aty shikon këtë pjesën, sepse ne nuk jemi vetëm një grumbull molekulash, ne kemi dhe pjesën shpirtërore. Nuk mund të themi që ne jemi vetëm pjesë material në këtë botë. Patjetër që është pjesa shpirtërore dhe unë e kam ndjer gjithkohën këtë, pavarësisht se nuk është se jam ndonjë besimtare që ta ushtroj me radhë, por jam nga ato që besojmë që ka dhe një frymë përtej gjithë këtij universi të madh material. Dhe ne, aty ishte momenti i kthesës. Të nesërmen, ai ka filluar të kërkoj të haj. Mjekët më thoshin në mënyrë absolute nuk do t'japësh. Ai filloi të hante pa ndërprerje. Pra gjithkohës, edhe kur unë dremisja pak, sepse llogarisja kohën e serumit dhe thoshte 30 minuta, kisha lënë një tas me biskota për bebe dhe ai përtypte gjithë kohën. Mjekët më thanë në mënyrë kategorike dhe thash, për mua, ai do iki, po të paktën të iki i ngopur. Kjo është detyra ime si nën. Kur e kam biseduar me mjekët jashtë, me mjekët të huaj, më thanë ky është momenti që ne presim nga pacientët, sepse në momentin që ai rikthehet ushqyerjes, do të thotë që ai u rikthye jetës. Dhe ai hante non-stop 24 orë. Pra një fëmijë që unë nuk i ushqeja dot një lugë supë, ai vendosi. Hante. Dhe unë i jepja vetëm ushqime që s'kishin në ndyrë, pra që nuk ja stimulonin. E kuptova. Diaren, pra u bëra vetë mjekën në mënyrë se si e monitoroja. Dhe ne kemi dalë nga spitali në datën 29 dhjetor. Fëmijët kur vinin që i takoja ndonjëherë, që vinin më vizitonin, mbasi largoheshin që i kisha takuar dhe kur do iknin tek dera, thoshte po ne mos kime rak, po mos na hajde në shtëpi pa atë. Dhe në datën 29, më në fund ne kthehemi në shtëpi dhe unë për herë të parë i bashkoj 4 fëmijët që nuk i kisha parë, se i takoja në mënyrë sporadike. Dhe ata janë mbledhur të 4 dhe i gëzoheshin njëri tjetrit. Më kujtohet si tani, hapëm një nga ato koltuku që ishin atëherë që kishin dhe pjesën e aty në kuzhinë se ishte më ngrohtë. Dhe ata rinin të 4 të përqafuar dhe i gëzoheshin njëri tjetrit. Pastaj kemi shkuar dhe të nesërmen që kishte radhën për të marrë gjaku. Dhe në datën 31 unë kam dalë, kam bërë pazar dhe kam gatuar për darkën e vitit të ri. Dhe që nga i moment, ne nuk është se ishim më, si të thuash, në spital të shtruar. Ishte momenti. Dhe kur e kam çuar mbas 2 javësh për kontroll, ato nuk e njihnin dhe më thanë është binjaku tjetër, i thash jo është binjaku që kishit juve dhe dyfishoj peshën trupore, pra nga 7 kg që ishte kur ishte në atë lloj situata, ai për 2 javë arriti 15 kg dhe kjo është ajo që unë pash me sytë e mi se çfarë bënin antiretroviralët edhe në një stad terminal, shumë të avancuar, sepse ai kishte me miliona kopje, kishte gjithë efektet që jep një si thuash kompleks sindromash të AIDS-it. Tek ai manifestoheshin diare, bronkopneumoni të njëpasnjëshme, kishte trombocitopenin, pra i kishte të gjitha. Pra ishte një fëmijë vetëm me skelet dhe lëkurë, pa patur asnjë muskull në trup, në atë lloj situate arriti. Dhe kur ai u rikthye në jetë, aty thash pse vdesin njerëzit në Shqipëri. Kjo ishte pyetja që i bëra vetes.
Dhe në nder të asaj dhimbje që unë nuk arrita ta bëja për bashkëshortin tim, thash në këtë vend nuk do vdes më njeri pa e provuar të mirën e ilaçit. Dhe ky është ai motivi fort që i vura vetes. Nuk ishte e lehtë, ishte shumë e vështirë, sepse dhe kur erdhëm për herë të parë medikamentet në vitin 2004, nuk ishin marrë medikamente për porcione pediatrike, sepse fëmijët e kanë shurup, nuk e kanë tablet. Pra, edhe në blerjen e parë morën tableta. Por, një nga ata persona që unë jam gjithmonë falenderues është doktor Solis. Ma hapi zyrën, zemrën, institucionin dhe gjithçka. Pra, më ka pritur si asnjë nga ministrat e tjerë. Dhe thoshte çfarë duhet të bëjmë dhe mblidhta. Sot Leonard Solis. Dhe për mua ishte fat që ai ishte titullar dikasteri në atë kohë, sepse u dha zgjidhje shumë gjëra. Pra edhe fondet që u çelën në vitin 2004 që u blen antiretroviralët, ndryshimet që erdhën. Dhe meqense shteti shqiptar mua nuk mund të siguronte dot medikamentet, vitin e dytë pastaj më kompensuan fonde materiale dhe pastaj unë vazhdoj e blija vetë. Por janë 4 fëmijë, 3 fëmijë me problematikën që ke dhe ti vetë. Ti vetë njërë, si nga ana shëndetësore ke pasur ti ndonjë moment jo të mirë si është trajtimi jot? Se ti e ke harruar veten, por... Jo, unë e kisha harruar dhe doktor Erioni më thoshte unë do të shtroj në te infektivi, më thoshte, sepse ti nuk e kupton se si e bërë dhe i thash në këtë lloj situate, unë jam këtu dhe nuk i shërben njeri, nuk e prek njeri, ju të largohem unë të kujdesem për vete. Por kaloi kjo periudha akute? Kaloi, mbas një viti, unë kam qenë e detyruar të çoj fëmijët jashtë shtetit, sepse këtu nuk bëheshin as ngarkesa virale, as dhe nuk e dija se si po shkonte mjekimi. Dhe me ndihmën e një shokut të tim shoqit, na mundsoi që ne të shkonim në Graz, në Austri. Dhe atje unë i kam bërë gjithë analizat. Në qartë. Për diagnozën. Dhe aty u pa që mjekimi që merrnin ishte rezistent virusi, pra nuk u bënte efekt. Dhe kancelari çdo gjë ishte me pagesë dhe më thot mua po të bëj dhuratë dhe analizat për ty. Dhe mi bëri bashkë me të fëmijëve që paguam, më bëri dhe mua analizat. Dhe më thot mua si rin këmbë ti, them pse, po të tregu si ti ke për të ushtruar në spital, thot. Jo, më tash jam shumë mirë, s'kam asnjë gjë, i kisha harruar veten. Gjithsesi aty u vendos që kur të ktheheshim në Shqipëri, edhe unë duhet filloja mjekimin bashkë me djalin e madh, sepse vetëm 2 të vejlit ishin në terapi dhe atyre duhet të ndryshoj skema e mjekimit sepse nuk ishte më efektive. Kështu që në janar të vitit 2005, mbas vitit 3, ne kemi filluar terapinë që të ishim disa ditë në shtëpi sa të ambientoheshim me situatën. Dhe kam filluar mjekimin në janar të vitit 2005, që i bie 21 vite. Në qershor kaluam të 2 të pa detektuar, pra që është ajo e të vendosurit të virusit nën kontroll. Dhe pastaj pjesa shëndetësore jona është të bësh analizat një herë në vit apo një herë në 2 vjet pranë klinikës, të marrësh rregullisht mjekimin që është vetëm 5 sekonda para se të shkosh të flesh dhe kjo është e gjitha. Oli, kanë momente që ke inat, e urren atë virusin që ke në trup. Pse më erdhe, pse mua? Jo, nuk e kam dialogu me virusin. Unë të kam treguar, unë dialogun e kisha me Zotin, që pse më zgjodhe për këtë. Sepse gjithmonë është trajtuar si një çështje morali. Pra, kur unë prezantohesha, ajo që u shkonte ndërmend me sa burra ka shkuar kjo. Dhe kjo ishte rëndomt, ndonjëherë edhe shprehur. Pra mua më kanë thënë edhe në sy. Në mes të, kur ishte problematika e fëmijëve në shkollë, protesta e prindërve, në një vajze që i kishte në klasë me fëmijët e mi, më ka thënë, ik me bëri vetëm dhe fëmijët e tu dhe na lën ne të qetë. Sigurisht unë nuk reagova, unë atë kohë gjithë mesazhet për prindërit i kisha nëpërmjet medias, sepse media ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Pra ajo kreu i lajmeve në atë kohë, në hape çdo edicion lajmesh apo titull gazetash në radhë. Pra media ne kishim një armë shumë fort. Dhe unë gjithë mesazhet për prindërit asnjëherë në mënyrë drejt për drejt, por gjithçka që thoshin në konfrontimet që kishim gjatë ditës, në mbrëmje në edicionet
lajmeve apo ku merja pjesë, mundohesha jo ti qetësoja, por ti thosha që shiko, dhe unë kam të drejtë të kujdesem për fëmijët e mi, e njoh shumë mirë legjislacionin, e njoh shumë mirë rrugët e transmetimit, nuk përbëjnë asnjë rrezik sepse do të isha unë e para që do të kërkoja edukim alternativ, nëse kjo do të ishte. Gjithse kështu siç thoni ju. Sepse unë kisha marrë një mision përsipër, kisha krijuar një organizatë, unë luftoja për pjesën jo vetëm të trajtimit, por edhe në mesazhet për parandalim, në informacion, në ndryshimet e qasjeve institucionale dhe me radhë. Pra, isha një person që i kisha vënë vetes një qëllim në jetë dhe nuk mund të barazohesha me një person kriminal që do të infektoj të tjerët për shkak të mbledhjeve apo këtyre situatave. Kështu që është një luftë e vështirë. Nuk e kam urryer dhe i kam qenë falenderues virusit. I kam qenë dhe kur kam shkruar, sepse unë kam shkruar shpesh në për intervista dhe me radhë, dhe kur kam shkruar një pjesë të testamentit të jetuarit me HIV, aty e kam shprehur që i kam qenë falenderues. Pse do thuash? Sepse bëra një jetë shumë pasur, tregova se kush është Olimpia, arrita në këtë situatë që jeta jote të jetë një film dokumentar që nuk është vetëm një histori jete, por është edhe një histori force dhe pas asaj, pas filmit dokumentar, ka dhe një impakt. Pra nuk është thjesht që ti do shikosh, pra do të ndjell edhe një reagim. Dhe në këtë kontekst i kam qenë falenderues sepse më nxori atë që unë kisha forcë të brendshme. E kuptoj. Dhe ta materializoja në këtë jetë, sepse në situata të tjera do të isha thjesht një ekonomiste në profesionin e parë që ishte shumë profesioniste, dorisja fëmijët, një nënë e përkushtuar, në një familje të lumtur. Fëmijët do mbaronin shkollën, ne do shikonim jetën tonë, tani do ishim të pleqëruar të dy dhe do shikonim, domethënë një jetë normale në linjë të drejtë. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.